Përshëndetje, mua më quhen Grant Van Cleave, jam presidenti e dhomës tregtisë amerikan. Gjithashtu jam një business angel, një investitor në startupet të ndryshëm, kam 120 startupet në të cili kam dhënë një kontribut financiare dhe coaching. Unë jam goxha optimist. Nuk mund të them që nuk janë çështjat për të zgjedhur, në duhet edhe më shumë financim, edhe në shumë disa gjërat nga ana ligjore që duhet ndryshuar, por më duket klima këtu është fantastik për startup-at. Është një vend që ka jetë, ka një optimizëm që është si të them, do fithi njerëz të mirë, edhe shqiptarët, edhe të huaj që mund të jenë gati të banojnë këtu. Unë mendoj pas 5 vjet do shikojmë mbrapa që ky ishte si nisje e mirë, gjysmë si themi në Shqip, një nismë të mirë është gjysmë të punës.